Dëmet aktuale të Edi Ramës ndaj Shqipërisë. Qeverisja e Edi Ramës, e cila filloi në vitin 2013, është karakterizuar nga një përzierje e propagandës politike, mungesës së transparencës dhe një rënje të theksuar të standardeve demokratike në Shqipëri. Ndonë se kryeministri ka pretenduar për rilindje, realiteti në teren flet për një degradim të thellë në shumë sektor jetik për shoqërinë shqiptare. Një rritje galopante e korrupsionit dhe kapja e shtetit. Shqipëria është renditur vazhdimisht nga Transparency International si një nga vendet më të korruptuara në Europë. Në raportin e fundit të 2024, vendi renditej në vendin e 101 nga 180 shtete. Skandale si ato të inceneratorëve, portit të Durrësit, dhënies së punëve pagar, tregojnë për një model qeverisës ku pushteti shërben për të pasuruar një kastë të lidhur me pushtetin. Qindra milion euro janë zhdukur nga buxheti i shtetit për projekte të dyshimta, ndërsa qytetarët paguajnë gjithnjëherë më shumë taksa. 2. Dëmtimi i drejtësisë dhe kapja e institucioneve të pavarura. Reforma në drejtësi, e cila fillimisht u mirëprit nga publiku, është kthyer në një instrument politik të përdorur nga kryeministri për të ndëshkuar kundërshtarët dhe për të mbrojtur aleatët. Emërimet në gjykatën kushtetuese, SPAK, dhe institucionet e tjera tregojnë ndikimin e drejtpërdrejtë të politikës në sistemin që duhet të ishte i pavarur. 3. Shpopullimi i vendit dhe ikja masive. Mbi 700.000 shqiptar kanë lënë vendin gjatë dekadës së fundit. Të rinj, profesionistët dhe familjet nuk shohin më të ardhmen në Shqipëri. Sipas Eurostat, Shqipëria është vendi me numrin më të lartë të kërkesave për azil për frymë në Bashkimin Evropian, duke lënë pas vende në luftë si Siria dhe Afganistani. 4. Kolapsi i arsimit dhe shëndetësisë. Arsimi publik është në krizë. Universitetet shqiptare janë të fundit në renditjet ndërkombëtare, ndërsa investimi në arsim është nën 3 të PIB-s, ndër më të ultat në Europë. Spitalet publike janë të mbingarkuara, të pajisura keq dhe me staf të pakënaqur. Qytetarët detyrohen të kurohen në privat, duke u varfëruar gjithnjëherë më shumë. Skandalet me sterilizimin dhe qetkupin treguan se si fondet publike jepen për oligarkët e lidhur me qeverinë, jo për shërbime reale. 5. Projekte gjigande klienteliste dhe betonizimi i vendit. Dhjetëra projekte të mëdha, si porti i Durrësit, Unaza e Madhe, Butrinti, janë dhënë me kontrata të dyshimta, pa transparencë e shpesh në dëm të interesit publik. Shkatërrimi i trashëgimisë kulturore, shembja e teatrit kombëtar dhe betonizimi i qyteteve është bërë në shërbim të ndërtuesve klient të pushtetit. Shqipëria po humbet identitetin e saj urbane historik nën logon e zhvillimit. 6. Mbyllja e gojës së kritikëve dhe kontrolli i medias. Shqipëria është renditur në vendin e 96 në botë për lirinë e medias sipas Reporterëve pa kufi, 2024. Gazetarë janë kërcënuar, larguar nga puna apo kanë emigruar për shkak të presionit politik. Kryeministri e përdor Facebookun si platformë propagande, ndërsa mediat kritike u mbyllën ose u blenë. 7. Dështim në integrimin evropian. Megjithse Shqipëria ka hapur negociatat formalisht, asnjë kapitull i vetëm nuk është hapur realisht. Kjo ndodh për shkak të mungesës së reformave të thella dhe besueshmërisë ndërkombëtare të qeverisë. BE-ja e ka bërë të qartë se reformat janë vetëm në letër. 8. Përkeqësimi i ekonomisë dhe papunësisë reale. Ekonomia shqiptare mbështetet në remitanca dhe sektor informal. Investimet e huaja serioze janë të rralla, ndërsa punësimi është i pasigurt dhe i keqpaguar. Borxhi publik është rritur ndjeshëm, duke kaluar mbi 70 të PIB-s, sipas të dhënave të FMS. Shqipëria në buzë të greminës. Dëmet që Edi Rama i ka shkaktuar vendit janë të shumëfishta, të thella dhe të vështira për t'u rikuperuar. Ato nuk janë thjesht dështime të një politike, por pasoja që rrezikojnë identitetin, sigurinë dhe të ardhmen e shtetit shqiptar. Shqipëria ka nevojë për një zgjuarësie të madhe qytetare, për organizim, për reflektim kombëtar dhe mbi të gjitha, për llogaridhënie.